Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi njoftoi se këtë javë do të mbahet takim me furnizuesit dhe prodhuesit ku do të diskutohet për uljen e çmimeve të produkteve bazë ushqimore, që ishte objektiv i takimit të javës së kaluar me tregtarët. Durmishi tha se do të analizohet faturë për faturë çdo çmim i 74 grupeve me 600 deri në 700 produkte bazë ushqimore, të cilat janë pjesë e shportës konsumuese. Analizata ufaqja околу 600 до 700 proizvodi koji se делат potrošačkата кошничка или 74 групи на основните прехранбени производи. За секој производ ќе се анализира целиот зинџир на снабдување од набавната цена кај производителот до продажната цена кај трговецот. Ќе биде опфатено и нормално и дистрибутерот. Durmishi kujtoi se gjatë kufizimit të mëparshëm të marzheve, në periudhat e festave tregtarët, duke e ditur se cilat produkte konsumohen më shumë, e rrisin marzhën bruto të fitimit nga 20 deri në 30%. Sipas tij, tani nga kontrollet fillestare rezulton se marzha bruto e fitimit është nga 5 deri në 10% dhe nuk ka rritje të jashtëzakonshme. Временските периоди кога имавме празници, во тие временски периоди трговците, знаејќи дека кои производи точно се потрошат повеќе, одеа на тие производи и ги зголемија маржите. Бруто профитната маржа, односно одеа до 20 до 30%. И ние таму имаме механизми. Имаме административни механизми, нели донесовме ограничување на цените поради тоа што пазарен инспекторат ни известуваше дека одредени производи и тие производи што се трошат на тие временски периоди се зголемуваат маржите од страна на трговците. Në raportin për punën e Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, Durmishi theksoi se një nga përgjegjësitë kryesore ka qenë mbrojtja e standardit jetësor të qytetarëve. Ai përmendi masat e synuara për stabilizimin e tregut, përfshir kufizimin e marzhave tregtare dhe vendosjen e shportave të konsumit për të ulur presionin mbi buxhetet familjare dhe për të parandaluar goditjet e pajustifikuara të çmimeve. Megjithatë, sipas tij, stabiliteti i afatgjat nuk mund të sigurohet vetëm me masa intervenuese dhe fokusi tani është në stabilizimin strategjik të tregut përmes koordinimit të vazhdueshëm me institucionet, trupat rregullator, prodhuesit, tregtarët dhe odat ekonomike.